Kush del fitues si zgjedhje lokale? Natyrisht që është vetëvendosja, nëse e këshirëm në secilin aspekt. Vetëvendosja apo vetëvendosja dhe? Vetëvendosja dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Mos ta harrojmë sepse i ka konfirmuar gjitha komunat. Natyrisht. Por në qoftë se shikojna për nga stabiliteti politik, mos ta harrojmë. Na tash mujna me thonë çka të dojmë. Por Aleanca ka arrit t'i ruaj komunat. Ca me zore, ca me lehtësi, kur them me zor mendoj me diferencat vogla, si puna, por ca si Gjakova, si Suareka, janë fitore pastër, madhështore. Edhe Klina gjithashtu, profesori Zenon. Prandaj, këtu, kjo nuk është e mushme. Edhe kjo me të vërtetë është një rezultat shumë i kënaqshëm për Aleancën, sigurisht, sepse edhe duhet të jetë i tillë. Skëndemi, vetëvendosja ka arrit ta nxjerrë një fitore në për birë Gjilpanës, që thënë gjuhë popullore. Pse? Faton Peci, sigurisht, Mitrovica është treguesi jo për shkak exit polleve situatave, po për shkak fitores madhe që ka përjetuar, edhe këto dy komuna të Obileqe e Fushë Kosovë janë shumë të rëndësishme, por gjithsesi Gjilanin mos ta harrojmë, Podojevën më herët, edhe numrin 7. Tash unë nuk po du me numëru 7 i KLDK, 7 me hinë në asi kombinime që tash Uniku nuk është këtu, sepse në qëse shikojmë... Për nga vlera nominale e numrit, që LDK absolutisht është e parë se i ka Prishtinë në ka fitu. Po, Prishtinë ka fitu 44.000, vota i ka 44.000 me 42.000. Ta shtë interpretan që është dush. Po, jo s'ka interpretim që është dush. Për parim Roma i ka 32, atë i ka posë 31.000, asaj pat 29.000. A më blire gjysa Kosovës o Prishtinë, në është që është muj me interpretim me Prishtinë.